Vlorë. Vijon puna e strukturave të Komisariatit të Policisë Vlorë për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e vjedhjes së pronës dhe pasurisë. Vodhi 3 herë, pajisje elektronike dhe sende me vlerë, gjatë javës së fundit. Identifikohet dhe vihet në pranga 33 vjeçari. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë, pas marrjes së disa kallëzimeve për vjedhjen e lagje të ndryshme të qytetit, organizuan menjëherë punën hetimore për zbardhjen e tyre. Si rezultati veprimeve të shpejta dhe të mirë koordinuara, u bë i mundur identifikimi dhe ndalimi i shtetasit C, 33 vjeç, banues në Vlorë, i cili dyshohet si autori 3 vjedhjeve. E më datë 29/05/2025 në lagjen Osman Haxhiu, ka vjedhur 2 televizor me vlerë 100.000 lekë në lokalin e shtetasit e Hër. E më datë 23/05/2025 në lagjen Lirim, ka vjedhur 2 televizor, 3 laptop dhe 2 celular në zyrën e shtetasit KK. E më datë 24/05/2025 në lagjen 28 nëntori, ka vjedhur nga një automjet, baterin dhe disa pajisje polumbari, me vlerë rreth 30.000 lekë. Vijojnë veprimet hetimore për të dokumentuar raste të tjera vjedhjesh të dyshuara të kryera nga ky shtetas. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Vlorë, për veprime të mëtejshme, për veprën penale vjedhja.